Për 10 ditë udhtoj pi Gjermanisë deri në Kosovë me biçikletë. Unë si gërbetçar ku marr rrugën për Gjermanisë, Olqing, Ratkovc, kënaqësia më e madhe ka qenë si ku jo marr në fshatin Ratkovc. Ajo pritja që më kanë bë këtu bashkë fshatarët e mi, a kon shumë kënaqësi e madhe për mua. Kërkoj falje. Edhe familjen teme në Gjermani, se më ka dhënë këtë mundësi, edhe e faleminderoj një gru italiane, si ku më rri shumë më konë, kërkoj falje. Më ka strehu me haje, me pije, me kret, dhe me thonë një kumë bon 2 ditë ka 200 kilometra për me mri për ditën e Bajramit këtu të nona, se dhe nonën tu e kom vetë. Përshëndetje mistemi dhe shikues të shqiptarë që krejt nga unë Alindi. Sot jena orë në Ratkovc, jena orë me vizitu Agron Hotin, një gërbetçar i cili për 10 ditë udhtoj pi Gjermanisë deri në Kosovë me biçikletë edhe i buni 1522 km. Agroni sot është me neve këto që ka më na kallëzu se qysh e morr ose ku erdh vullneti që munis pi Gjermanisë më ardh në Kosovë me biçikletë, edhe pse. Për më shumë detoje e kanë edhe Agronin këto, një gërbetçar, Agron çushi. E lut. Ja, nga pak, mirë, po mirë. Familja? Mirë, po mirë. Mirë se na ke orë mas pari. Mirë se ju kom gjetë, Ka që një rrugë klarë të ke bo 10 ditë me biçikletë, 1522 km. Agron, kallëzon vëlla qysh lindi vullneti që me hy biçikletës edhe marrë në Kosovë. Por unë tash si fëmijë e kom pas ciklizmin shumë qef, edhe du sportin, edhe ju marrë gjithmonë me sport, futboll. Po tani me moshën pak të ciklizmi, pak ma vullnet kum pas e ma shumë qefe, ma shumë knetësi. Për si e kum marrë këtë rrugën për vendlindje, e kum pas gjithmonë andër me bon për fshatin, për vendlindjen, për me kushtu vendit edhe me hek pak me vetveten, mallin, edhe me ardhë në vendlindje. Knaqësia e jeme e madhe e kanë si une si gërbetçar ku marr rrugën për Gjermanisë, Olqing, Ratkovc. A kanë një knaqësi edhe në 10 ditore, po 10 ditë që ku marrën e për çdo ditë, ku pasën qatë shumë vullnet, qatë shumë knaqësi. Knaqësia më e madhe ka qenë si ku jo marr në fshatin Ratkovc. Ajo pritja që më kanë bë këtu bashkë fshatarët e mi, a kanë një farë surprize që se kum pritë, se kum ditë. Edhe a kanë shumë knaqësi e madhe për mua. Kërkoj falje. Kërkoj falje pak. Edhe kështu si a kanë i faleminderoj shumë bashkë fshatarët e mi. Edhe jem fshat bujar, jem fshat, do me thonë edhe mas luftës i na konë shumë të kallën, edhe tash si do mos i na zhvillu në drejtim të Evropës, edhe kjo është një shej shumë e mire për popullin, për fshatarët, për trit e për tonat. Kështu si jom një shumë i knaqën, i lumëtën, edhe shumë me vullnet, pozitivitet me krejt, i faleminderoj shumë bashkëfshatarët e mi, edhe familjen teme në Gjermani, se më ka dhënë këtë mundësi me arto, kështu si i përshëndes shumë nga zemra djalin, Rionin, Lindin edhe gruan Valbonën. Dhe me thonë, molli për vendlindje, të ka shti me marrë këtë rrugë, marrë biçikletë? Po, malli edhe vendlindja, dhe më thonë në vendlindja si rini, unë si thmi kum kalu shumë mirë në këtë vend, edhe nuk jem shku me vullnetën në gërbet, po a kanë ajo koha që ka o dasht me lanë vendin, edhe nuk a kanë lehtë për mua mu dapi shokëve këtu. Unë sa herë të vinë këtu në Ratkovc, unë gjithmonë shifna me shokët e klasës dhe bashkë fshatarët, kojshit, tanat. Kështu si gjithmonë kur nuk jum kon i deshtun me ardhë dhe se me thonë një pushim se kum kalu. Gjithmonë kum kalu zakonisht mirë. Tregom cilat kanë sfidat
që të përcillën gjatë këtyre 10 ditëve për Gjermanisë morën në Kosovë, a pa sfida rrugës? Sfidat kom pas pak sfida vogla, do me thonë, një sfide vogël ka qenë si një ka Verona, ka e marrë ka Italia, a ka një lager që ka mu ka domtu, ato më kanë ndru, po më kanë hup shumë kohë edhe u doshke me qatë kohën me fitu me kilometra ditë tjera, do me thonë një kumë bon 2 ditë ka 200 kilometra në ditë, ose 220 nuk e ditë sigurt, kështu për mi 200 jenë konë, 2 ditë për me mri për ditën e Bajramit këtu të nona, se dhe nonën të e kom vetë, baba është atje në Gjermani, edhe kështu si akon për mu një cili në ditën e Bajramit me mri këtu. Në mrivje bashkë për ditë Bajramit? E qëllova, dhe më thonën, erdha në bashkë për ditë Bajramit edhe e kom mëri bashkë qështu e kom planifiku në ka 7 ora mramje, dhe më thonë e kom mëri qështu e kom planifiku 5 paron 7 më kënë thonë kom mëri në Ratkocë. Tregom që ka thënë familjarët kur të ponë që ti erdhe me bicikletë për Gjermani, që më na i kertë mirë që vëdi mordër me qartë. Por shumë e çuditshëm është për shumë jo veç për familjarët, po edhe për qytetarët e për fshatarët, është domethënë pak jo e zakonshëm me ardhë me bicikletë në vendlindje, por unë tash si sportist, domethënë ku ti bësh ku t'ki përvoj pak në këtë drejtim, edhe e merr guximin, e merr je në qatë aktivitet edhe e planifikon si e arritë se me pas guxim. Ti nuk mundesh edhe vullnet, nuk mundesh me ardhë e cili, kështu si. Na tregova që për 10 ditë orë, po a të ka me poshu për 10 ditë ku flej, që ku e bëjsh e gjumin? Gjumin e kom bon tash kështu si unë e kom planifiku 150 km edhe e kom ditë si për afërsisht çfarë regioni vi. Aty kom qyr në rrjete sociale, dhe më thonë është booking, kom qyr hotele, motele, banesa private, kom banu edhe në banesa private, kom kalu shumë ma mirë si në hotele, se në banesa private janë njerëzit më të afruar se në shojnë atë vend, në dhomën e vetë, edhe e faleminderoj një gru italiane, si ku mëri shumë ma konë, kërkoj falje. Më ka bo shpageti, dhe më thonë si e marrë shumë 11 natës kom rinë të ejcil, edhe im konë këtë mbyllën, se konë fshat i vogël. Edhe jo që më ka bo, dhe më thonën shpagetet, më ka strehu me haje, me pije, me kret. Italiane gruja, edhe tash shumë gati më ka ndajt. Tregom kështu vlog, tregove që gjumin i ke bona për motele, atë ka me poshu hiq gjatë udhëtimit, atë ka me nërë shpesh? Une ditën im qu shumë herët për me pas kohë edhe me shiju ditën. Dhe me thonë, jo me pas presion kohës, por e kom organizu ditën për me pas edhe monal me një vend, se ka pas vende shumë të mira që ka ja kom kushtu vetet 1 orë të 2 orë, dhe me honën të hongër një akullore, i thonë, po akullore, dhe tani jo me hongër nej pizë, se shpagetit italisë, qka janë shumë të shishme me detit, frutat detit, kështu si në përgjithësi kom kalu ka Italia shumë mirë. Tregom, na për cilar shtete i ke ra pi Gjermanisë për morë dhe në Kosovë? Shtetet kanë qenë Austri, dhe më thonën pi Bajenit është Olching, ofër Bajenit, ofër Minhenit, më falni. Tani kam vazhdu prej Olchingit akon Innsbruck të Austrijës, pi Innsbruckit kam vazhdu në Bolzano, pi Bolzanos në Verona, pi Veronas kom vazhdu në Ancona, pi Anconës kom vazhdu në Ancona tani Piskara, pi Piskarës kom vazhdu tani poshtë për Barit. Pi Barit jom dalën në Shqipëri, në tokën e shqiptare, shka jom krenu, jom knaq, e kom marrë në Durrës, Shkodër. Në Shkodër kom bujt një natë në hotelin Tradita me
zakonisht shumë knatësi kum pas aty me muzikë qytetare, akon atmosferë shumë e mirë atë natë. Edhe pi aty kum vazhdu pi Shkodrës në Koman. Pi Komanit tani u dufte me hyp nanije me dalën Fiers. Pi Fiersit kum vazhdu Fiers në Morin, çka i faleminderoj dy polic shqiptar edhe kosovar, çka më kanë prit me ujë, pa ditë diçka veç më kanë afru ujin, i faleminderoj shumë. Edhe tani kum vazhdu për Gjakov, Ratkoc, edhe si shpesheni katon shumë i bukur, njerëz shumë të mirë, njerëz shumë bujar, kem shumë edhe bashkë nxënësët klasës që i kam, si Abdullah Hotin, e kum pas kushëri, edhe është në degën e demokratike të Kosovës, dhe tani kam Agron Hotin, çka është na kon 5 agrona në klasë, se akon në ato vitet Agroni akon emën i famë shumë në atë kohë. Edhe kështu si i përshëndes 5 agronët e klasës, edhe Afrim Hotin, edhe ai në Prishtinë për Universitetin e Prishtinës punon. Kështu si i përshëndes krejt. E përshëndes më në fund babën tem, në Gjermani edhe nonën e familjet. Agron, unë të përshëndes vëlla, mas pari na bën hallat që të morëm kohë. Ju falenderoj juve shumë se keni marrë edhe jo një rrugë për Prishtinës me ardhë, më vizitu më shatin. Për neve është nderë dhe knatësi. Është knatësi shumë e madhe për mu, si keni nëru fshatin me këtë intervist, kum bo shumë me qef, kanë knatësi për mua, dhe është hera parë se e bëj një intervist në jetën teme. Ta shkërkoj falje ndashta për emocione, për krejt. Edhe njëherë e faleminderoj shumë pritjen e fshatit që më kanë bo atë ditë si e ndalë më prit mu me atë pritjen me këllu shumë. Zotit rujt, Allah shnetën. Shikus në rumë, ka që kishim për sot, Zotit rujtja vëlla shnetën, e shimi herave tjera. Respekte.